Prokuroria e posaçme SPAK ka zbardhur detaje nga operacioni i gjerë antidrogë që po zhvillohet në Tiranë dhe në disa qytete të tjera të vendit, ku deri tani janë arrestuar 3 persona, të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal. Mësohet se në pranga ka rënë Lulzim Pepaj, Florian Marku dhe Anton Kola. Mediat bëjnë me dije se Lulzim Pepaj është vëllai i Mir Pepaj, një emër i njohur në këtë çështje. Ndërkohë me vendimin e gjykatës së posaçme GKKO janë lëshuar në total 11 masa sigurie, me kërkesë të prokurorit Alfred Shehu. Mes personave për të cilët është caktuar masë sigurie është Jetmir Pepaj, Marashi, për të cilin ende nuk ka konfirmim nëse është arrestuar apo jo, pasi operacioni vijon. Sipas SPAK, gjatë aksionit janë sekuestruar pasuri të ndryshme me vlerë rreth 12 milion euro. Hetimet tregojnë se grupi kriminal dyshohet të ketë trafikuar rreth 7.5 ton kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës. Në disa episode të ndryshme, ngarkesat e drogës fshiheshin në kontenjer me produkte të ndryshme, si lëngje frutash, banane, peshk ton apo rrush të thatë, dhe në disa raste kapnin sasi mbi 1 ton. Në kuadër të operacionit, GKKO ka vendosur sekuestron preventive mbi 232 pasuri, përfshirë kompani dhe kuota aksionesh në disa biznese, hotele dhe struktura turistike, 60 prona të paluajtshme në disa qytete të vendit, 89 automjete, 72 llogari bankare. Operacioni është ende në zhvillim, ndërsa autoritetet po vjojnë punën për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim dhe për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal.